23 vjet më parë, në qytetin studenti Revolta e të rinjve, jetë një lëvizje e cila zgjoi një popull të shtypur për më shumë se 40 vjet nga diktatura komuniste. Çdo vit kjo ngjarje që solli një përmbyrje historike kujtohet si një moment më tepër se i veçantë. I ftuar në një takim të lëvizjes së studentëve të viteve 90, krahas shumë protagonistëve të tjerë të atyre ditëve, kryeministri Edi Rama tha se pavarësisht asaj se çka është bërë në këto 23 vite, lëvizja e dhjetorit 90-s qëndron dhe besoj se do të qëndrojë për një kohë ende të gjatë si një dinamik unikale për shoqërinë shqiptare, cilës ajo lëvizje i fali një forcë të posaçme si mjet ndryshimi dhe transformimi. Forcën që të bën të kuptosh se mundesh pikërisht në momentin kur mendon se të mundën. Në një takim festiv i konceptuar nga Partia Demokratike më shumë si një koncert rinor me këngëtarët më në emër të momentit, edhe kryetari i opozitës Lulzim Basha do vinte theksin tek kthesa e madhe që solli lëvizja studentore. Në krahun e studentëve liberator, po lindte bashkëta dhe intelektualët që u bashkuan epoka e re e pluralizmit politik, e lirive dhe drejtave njerëzore, e Shqipërisë europiane, e kombit dhe njerëzve të lirë. Për zotin Basha, 8 dhjetori nuk është thjesht një ditë në historinë e vendit. Dita e rinisë nuk është thjesht histori, nuk është thjesht një e kaluar, është parasgjithash aktualitet dhe ardhmëri, është sërish ëndër në gjoksin e çdo triu dhe tre shqiptare. Duke festuar 8 dhjetorin, rinia shqiptare krenohet me veprën e breqit më pashëm dhe njëkohësisht takohet me të ardhmen. Shpesh të kujtuarit të atyre ditëve të 23 vite më parë, shërben dhe si një moment analize apo reflektimi. Ne mund t'i kërkojmë llogari vetes për sa u bëm apo nuk u bëm bashk për jetësimin e asaj ëndre, pasi gjithë bashkë e kishim thirrur me zë të lartë. Dhe nëse e shohim kështu, është e sigurt që kemi akoma shumë beteja për të bërë dhe për të fituar bashkarisht, jo domosdoshmërisht duke qenë bashk në të njëjtën korsi, por duke qenë bashk në të njëjtën rrugë me shumë korsi. Dhe në fakt, ndërsa dhjetorin e vitit të 90, sheshi i qytetit studenti mbushej me thirrjet për një Shqipëri si e gjithë Europa, sot ende vendi përpiqet në vështirësi për të qenë pjesë e Europës. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.